është një urime që buron nga zemra e që unë e drejtoj për besimtarët katolike që në këtë natën e madhe që kemi përpara festojnë lindjen e Jezusit. Sikur edhe ne këtu në Betlehemi akoma nuk e kena vendosë. Truparja që na kujton Jezusi i foshnjë që lindë, por e din që kjo është vetëm një shenjë, diçka që na kujton që lindja e Jezusit ndodhet në shpirtin e të gjithë atyre që e presin, që janë bagati për këtë punë dhe që janë mikprites ndaj vizitën e madhe që Zoti na bën. Por këtë urime nuk është kufizuar brenda një bashkësi fetare, por drejtohet edhe besimtarëve të tjera që ndodhin në qytetin e Puks, në rrethin e Puks, drejtohet edhe çdo njeriu që kërkon me sinqeritetin e vërtetën, që dëshiron që paqja të jetë jo vetëm një ndjenjë, as vetëm një fjalë, por që të jetë kushtet me të cilin ne mund të ndërtojmë bashkë shoqërinë e sotme. Është një urime që unë drejtoj për qeveritarët, për të gjithë ata që kanë ndonjë përgjegjësi në këtë shoqëri, që ashtu sikur Zoti ka treguar një vëmendje veçantë për ata që janë më të dobët, më të varfër, më të harruar nga historia, edhe ata ta veprojnë me të njëjtën dëshirën, me të njëjtën drejtimin. Është një urime që e prish terrin që ndonjëherë duke që mbështjell njeriu dhe botën, jemi tash në fundin e një viti që ka parë shumë ngjarje edhe tragjike dhe që nuk mund t'i harrojmë, por që njëkohësisht ka pas edhe shenjat për një shpresë e madhe, që lindë vazhdimisht në zemrat tona dhe që lindjen e Krishtit na propozon përsëri. Urimet e era që në jetën tuaj të kemi vend, të kemi hapësirë, të kemi kohë për një Zot që troket në dyert tonat dhe dëshiron edhe një herë me na tregu që nuk na ka harruar, por qëndron afër nesh, kërkon prej nesh një kthimin, një ndryshimin e jetës e njëkohësisht na jep mundësi që ne ta realizojmë. Urime që krijuesi i gjithësisë, që ne e njohim edhe si shërbuesin tonë, ta veprojë lirisht në zemrat tuaja e ta sjellë dhuratat më të mira juve dhe çdo njeriu që pret ardhjën e Zotit në jetën e vet. Paqe, mirëkuptime, dëshirë për të mirën e të gjithëve. Gëzuar për shumë vjet Krishtlindje.